Në fjalë të urta 4:2, po t'i jap një doktrinë të mirë, të shëndoshë, mos ma braktisni ligjin tim, thot Ati. Ja ku e ke. Mesian e vërtetë, Krishtin e vërtetë, dhe ai katoliku, ortodoksi, ungjilltari që shikojmë sot që ligji nuk na duhet, ja ku kemi heresinë, tani unë jam Ati dhe i Biri, kjo është doktrina e Trinitetit, filozofitë platonike. Këto janë ato filozofitë e kohës që lindën në 300-400 nga katolikët ortodoksët. Ky Krisht është ai Krishti tjetër, është falso, vlla motër. Mesia Krishti i vërtetë i Biblës që eci dhe praktikoi urdhrimet e Atit, tha që ju mbasi besuat tek mua që unë bëra të mundur që të hyni në beslidhjen e gjakut tim, thot. Vazhdoni të zbatoni urdhrimet e Atit tim siç e bëra unë për të hyrë në përjetësi. I prekëm Mateu në 19, e prekëm Lukën 10. Në qoftë se do të hysh në jetë, zbato urdhrimet e mia. Zbulesa 22:14, prap Ati thotë, në qoftë se do të marrësh nga pema e jetës, të hysh në portat e qytetit, zbato urdhrimet e mia, thot Ati. Ai që zbaton urdhrimet e tij, thotë shkrimi në Zbulesa 22. Dhe është Ati, Alefi dhe Tavi, Alfa dhe Omega, vlla motër, nuk është Mesia. Ati ka shprehur që në Zbulesa 1:8, unë jam Jahve i plot fuqishmi, i shumë lartëri. Unë jam Alef dhe Taf, unë jam Alfa e Omega dhe nuk ka asnjë tjetër përveç meje.